140 vjetori i çlirimit të Bullgarisë është festuar edhe në Tiranë. Në pritjen e organizuar nga ambasada bullgare, ishte i pranishëm kreu i parlamentit, deputet, përfaqësues të trupës diplomatike e konsuinderi. Në ditën e kremtimit të rimëkëmbjes së shtetit bullgar, ambasadori Arnaudov u shpreh se marrëdhëniet mes Shqipërisë e Bullgarisë janë tradicionalisht të mira, ndërsa theksoi se dy popujt bashkëndajnë vlerat europiane. Dita sotme është speciale dhe festive për popullin bullgar, ditë në të cilën ne duhet të reflektojmë. Për ne liria kombëtare ka rëndësi të madhe pasi liria ndriçoi shpirtrat e baballarëve tanë që flijuan jetën në emër të saj. Të dy popujt tanë me gjithë vështirësitë e mëdha ndajnë perspektivën europiane dhe vlerat e parimet demokratike. Për ambasadorin Dimitar Arnaudov, dy shoqëritë tona duhet të jenë sa më afër, pasi Shqipëria dhe Bullgaria ndajnë perspektivën europiane.